që opozitat, kjo që është në Shqipëri, apo të tjera që ndodhen në emigracion, apo nxitja e forcave të brendshme që mund të krijojë rimarrjen e pushtetit nga struktura të tjera apo nga forca të tjera politike që mund të ndryshojnë regjimin dhe linjën politike të Iranit. Prandaj dhe ky lloj sulmi mund të jetë shumë i egër ndaj kësaj opozite sepse e shikon atë si një strukturë të gatshme që mund të jetë e përgatitur dhe mund të shtyhet nga Shtetet e Bashkuara dhe faktorët ndërkombëtar për të rimarrë kontrollin politik vendit. Softa, mujahedinët në Shqipëri, një histori që ka filluar që në qeverisjen e Nanos, Majkos dhe u konkretizua më konkretisht pastaj në qeverisjen e Zotit Berisha, por flukset kanë vijuar edhe gjatë qeverisjes Rama. Çfarë mund themi për ata? Kjo opozit, prezenca atyre fillimisht ka qenë e limituar dhe është rritur gjatë viteve, gradualisht derisa kemi ardhur në momentin që prezenca atyre në mos gaboj rreth 3000 veta dhe territori që u dha, një territor goxha i madh, ndërtimi që është bërë duke i ndihmuar dhe në investime nga ndërkombëtarë, sigurisht nuk është se ishin qeveri shqiptare, por qeveria buri në dispozicion territorin, do kriju ajo kështjell ose ajo madhështi e atit kur patën edhe mundësinë e call centrave, të sistemeve të transmetimit të radio, duke kërkuar të komunikojnë brenda territorit të Iranit për të zgjuar atje opozitën dhe për të zgjuar atje mendimin ndryshe të qytetarëve të Iranit. Por kjo pati dha të ftoje me amerikanët për shkak se nga ky territor është përdorur dhe për sulme kibernetike, duke shfrytzuar ato infrastrukturë të ngritur dhe nga ai vend është bërë dhe sulme kibernetike në drejtim të Iranit apo. Dhe kjo ishte ajo që ne pam një moment që nuk kishte më atë vëmendjen e duhur sa ka pasur deri para atij momenti në të cilën u bë ky sulm kibernetik. Sepse kjo ngjalli më shumë urrëtie dhe ngjalli më shumë vëmendje të Iranit ndaj kësaj opozite dhe ndaj territorit shqiptar. Softa, për ta mbyllur, ndalemi te mujahedinët, duke qenë që janë në manz përsëri, pra beson që mund të kemi përsëri sulme kibernetike të tilla nga Irani apo jo? Irani është i paparashikuar, kushdo që mendon dobësinë e një shteti, meqense jemi përballë tij është Izraeli, edhe pse kemi një epërsi dhe epërsia është teknologjike, është në sistemin e investimit, është në infrastrukturë, është në fondet, që ka një diferencë të jashtëzakonshme midis fondeve që ka për ushtrinë e Izraelit në raport me ushtrinë e Iranit, por nuk duhet të lehtësojmë atë forcë dhe ato çfarë ne nuk dimë për shkak të qenurit një vend shumë i mbyllur dhe vendet dhe regjimet mbajnë gjithmonë ruajtjen e sekretit çfarë ata përmbajnë, por nuk duhet ta nënvlerësojmë fuqinë ushtarake dhe mundësinë e dëmeve që mund të shkaktojë Irani. Dhe në këtë kuptim mendoj që masat ndaj sistemit të mbrojtjes të vendit, ne nuk kemi Izraeli që krijojmë tre shtresa mbrojtëse. Ne nuk pretendojmë të kemi luftë drejt për drejt me Iranin. Nuk pretendojmë që të ketë një sulm ushtarak ndaj Shqipërisë për shkak të distancës dhe për shkak të territoreve që duhet kalojnë mjetet që ata duhet përdorin. Por ajo që duhet të trembim dhe duhet të sekretosim është forcimi jo thjesht duke rritur fuqinë ushtarake tonën, dronet apo helikopterët apo çfarë, por duhet të rrisim aftësinë mbrojtëse kryesisht të popullatës, sepse ajo që mund të dëmtohet mund të jetë popullata. Mund të kemi sulme që mund të vazhdojnë kibernetike, mund të kemi akte terroriste, gjithmonë teorike, por janë të mundshme, dhe mund të kemi sulme të kësaj natyre të cilët mund të dëmtojnë qytetarin dhe ekonominë e shqiptare. Dhe kjo gjë do të thotë që kur thash presidenti i Republikës do të mbledhë Këshillin e Sigurisë, ne duhet të shikojmë në rastet e një dalje nga konflikti midis Iranit dhe Izraelit, dhe kjo mund të përfshi jo vetëm thjesht rajonin e lindjes mesme, por mund të kapërcej ku armiqtë të tjerë mund të stimulohen. Ne kemi shumë afër Serbinë, e cila mund ta përdorë këtë lloj situate për qëllimet e saj. Pra nuk është vetëm Irani, por mund të nxitemi dhe mund të krijohen dhe konflikte të tjera, sepse Rusia është e interesuar për një destabilizim në rajon. Është Kina e interesuar për një destabilizim, aq më tepër kur do të ketë një përfshirje ndoshta edhe të amerikanëve ndaj Iranit. Gjë që mund të rrisi vatra të tjera të rrezikshme, dhe kjo do të thotë që ne duhet të mbështetemi më shumë, jo vetëm thjesht tek hapësira e forcave të NATO-s, por se sa strehimi, për shembull, rezervat ushqimore, mundësinë e strehimit, kush janë vendet e strehimit në rastin e një situate në Shqipëri.
Këto janë shumë të rëndësishme. Vërtet mund të kemi strehime dhe mund të kemi plan evakuimi për personalitetet presidenti, kryeministri, kryetari i kuvendit, ministrat e tjerë, po duhet kemi plane evakuimi dhe mbrojtje për popullatën dhe për popullsinë. Dhe duhet kemi mbrojtje sidomos kryesisht të sektorëve strategjik, siç është energjia, siç janë furnizimi me ujë popullatës, dikat, urat e tjerë. Nuk duhet apo alarmante, por është gjithmonë si një këshill profesionale, të cilët duhet të vlerësojmë çdo lloj situate, sepse një vlerësim i tillë po ndodh nga çdo antar i NATO-s. Kemi vendet NATO-s të cilët kanë bërë thirrje për ato që themi çanta e emergjencës. Nuk jemi në atë situatë, nuk uroj të jemi në atë situatë. Por kjo nuk do të thotë të mos merremi me disa element bazë të cilët duhet të forcojnë dhe mbi të gjitha edhe sensibilizimin e popullsisë. Nuk e trembim, vetëm e sensibilizojmë që për çdo lloj situate patjetër që duhet përgatitemi, sepse bota po vjen dhe po